të nderuar koleg, po dëgjoja përfaqësuesit e opozitës që bërtasin për korrupsion edhe për punë të bëra keq. Patjetër janë në të drejtën e tyre për të thënë atë që duan të thonë në këtë kuvend. Po për të qenë serioz me qytetarët, mendoj që duhet përmendim edhe disa fakte. Jo thjesht fantazitë e atyre që kanë humbur çdo kredibilitet publik dhe ndërkombëtar. Spari, Shqipëria ka institucionet më të forta të drejtësisë që ka pasur ndonjëherë. SPAK, BKH, gjykate e posaçme, të gjitha u krijuan nga kjo majorancë dhe u kundërshtuan me çdo mjet nga kjo opozitë. Po të pyesësh sot çdo shqiptar, a do të kishte bërë opozita këtë reformë, a do ta kishte bërë opozita këto institucione? Përgjigjja është absolutisht jo. Besoj gjithkush është i bindur për këtë. Ne kemi qenë pala që i kemi dhënë drejtësisë fuqi, me gjithë dhimbjet, po të doni, me gjithë kostot politike, dhe këta kanë qenë pala që janë dridhur sa herë drejtësia ka trokitur në dyert e tyre dhe kanë bërë çmos për ta penguar. Së dyti, nëse ka korrupsion në këtë vend, sot ai nuk fshihet, nuk mbulohet si dikur. Për herë të parë në 30 vite po shohim ministra, ish ministra, zëvendës kryeministra, ish kryebashkiak, drejtues institucionesh lloj-lloj që përballen me drejtësinë. Jo se i ndjek qeveria, po se kemi ngritur institucione të pavarura që nuk kontrollohen nga askush. Edhe besoj për këtë jeni të qartë edhe ju sot. Së treti, po të flasim për punë të bëra keq, nuk ka njerëz pa gabime dhe sigurisht që nuk ka qeveri të pagabueshme, po prap mjafton të shohim realitetin. Shqipëria sot ka rritjen më të lartë ekonomike në rajon, kemi rritje pagash dhe pensionesh, jo premtime abstrakte, jemi vend lider në turizëm, kemi hapur negociatat me BE-n, politika e jashtme, siguria, energjia, infrastruktura, digitalizimi e shumë të tjera janë fusha që sot Europa i konsideron realisht histori suksesi për Shqipërinë. Së katërti, opozita flet për korrupsion. Por është e para që sulmon SPAK-un sa herë ai prek njerëzit e tyre. Flet për demokraci, po nuk arrin të mbajë as kuvendin e vet brenda partisë. Flet për punë të bëra keq, po nuk arrin të tregojë asnjë ide se si këto punë mund të bëhen më mirë. Në fund të ditës, qytetarët e shohin vetë dhe e shohin shumë qartë dallimin. Majoranca punon, me gjithë gabimet e saj po doni, por sjell investime, hap dyert në Europë dhe e çon vendin përpara. Opozita prodhon vetëm akuza, tym, zhurmë dhe zero zgjidhje. Prandaj, kur dëgjoj opozitën të flas për korrupsion, më vjen natyrshëm të them, ju jeni arsyeja pse Shqipëria ndërtoi reforma të reja, ne jemi arsyeja pse ato sot po funksionojnë. Dhe për t'ju kthyer rendit ditës, sot po diskutojmë një projekt ligj që është shumë i thjeshtë në formë, por me domethënie politike shumë të qartë. Përfundimin me mirëkuptim të plot mes palëve të marrëveshjes bashkëpunimit mes Fondacionit Gjerman Hans Zidel, një partneritet që ka nisur që në vitin 92, në ditët e para tranzicionit shqiptar, por që për gati 30 vjet ka qenë pjesë e rrugtimit tonë drejt institucioneve euroatlantike. Ky projekt ligj nuk është thjesht një akt juridik, është mbyllja e një kapitulli bashkëpunimit të suksesshëm dhe hapja e një tjetri, më të ri, më të pjekur, sepse Shqipëria e vitit 2025 nuk është Shqipëria e vitit 1992, institucionet tona janë më të forta, më profesionale, më të integruara në arkitekturën europiane të sigurisë, administratës dhe sundimit ligjit. Fondacioni Hans Zidel gjatë gjithë veprimtarisë së tij ka luajtur një rol të rëndësishëm në modernizimin e organizatës, të administratës, në kualifikimin e juristëve, në forcimin e bashkëpunimit mes policisë shtetit dhe asaj të Bavarisë, si dhe në mbështetjen e pushtetit vendor dhe të proceseve të integrimit. Të gjitha janë kontribute reale, të prekshme, që meritojnë gjithë mirënjohjen tonë. Por sot jemi në një realitet tjetër dhe të ri politik. Shqipëria është vend kandidat, i hapur për negociata, është pjesë aktive e gjitha forumeve europiane dhe kontribuese në sigurinë rajonale. Dhe në këtë kontekst,
mbyllja e zyrës fizike të fondacionit nuk përkthehet në shkëputje, përkundrazi. Në komunikimin zyrtar, drejtuesit e fondacionit kanë konfirmuar se mbështetja për Shqipërinë do të vijojë në kuadër të bashkëpunimit me Republikën Federale të Gjermanisë dhe me Landin e Bavarisë. Pra marrëdhënia nuk mbyllet, por transformohet. Nuk është shkëputje politike, nuk është ftoje, nuk është precedent negativ, por është një hap i natyrshëm në një partneritet të konsoliduar që tashmë nuk ka nevojë për prani të përhershme fizike. Nga ana politike, ky proces tregon një gjë. Shqipëria është rritur si shtet, nuk është më një territor ku fondacione ndërkombëtare vinë për të mbushur boshllëqe institucionale, është një vend që i trajton marrëdhëniet me partnerët mbi bazën e pjekurisë, transparencës dhe interesit reciprok. Në fundit është një tregues i besimit që partnerët tanë gjerman kanë te Shqipëria dhe tek institucionet e saj. Për këtë arsye, miratimi i këtij projekt ligji është jo vetëm i domosdoshëm për të respektuar afatet ligjore, por edhe një afirmim i marrëdhënieve të mira dhe të qëndrueshme me partnerët tanë strategjik. Faleminderit. Faleminderit zonja Xhaçka. Fjalën e ka zonja Jorida Tabaku. Përgatitet zoti Erion Malaj. Faleminderit, zoti kryetar, të nderuar koleg. Për 12 vite me radhë, gjatë 3 mandateve të njëpasnjëshme, kjo qeveri ka ngritur në Shqipëri një sistem të mbyllur, të komprometuar, të korruptuar, një sistem që nuk njeh as ndershmëri, as përgjegjësi, as respekt për qytetarin, një arkitekturë pushteti që ka në thelb të saj pikërisht korrupsionin galopant. Jo zhvillim për të gjithë, por një ekonomi të pakicës, jo shpresë, po varfrim. Në çdo ligj të votuar këtu në parlament, me dorën lart e kokën ulur, në çdo vendim që ka cënuar parimet më themelore të financave publike të ekonomisë, janë shenjat të një keqbërje sistemike që ka plaçkitur të ardhurat e qytetarëve shqiptar për të shërbyer një grushti njerëzish. Rezultatet e kësaj rruge të gabuar nuk duhen kërkuar larg. Ato janë përpara syve të çdo shqiptari, një vend që rrudhet çdo ditë nga largimi i rinjve, një shoqëri që plaket nga mungesa perspektivës, familje që paguajnë çmime të larta për produktet bazë të jetës tyre, ndërkohë që shohin taksat e tyre të trete në projekte abuzive, në koncesionet pa shpjegueshme e në investime që i shërbejnë vetëm një grupi të vogël qytetarësh. Ky është realiteti i Shqipërisë vitit 2025, një vend që shtrenjtohet për ditë, ndërkohë që zbrazet çdo ditë, një vend ku qeveria i ka kthyer syt veç nga klientët e saj e jo nga qytetarët. Askund nuk duket më qartë kjo prirje e rrezikshme se sa në bujqësi. Për të 6-tin vit radhasi, sektori që duhet ishte generatori e shtysa e ekonomisë, sot po lëngon në krizën më të thellë të këtyre 3 dekadave. Dhe pse? Se një ish ministër financash që dikur e lavdronit e quanit vizionar, sot i arratisur, vendosit të mos i jap zemër prodhimit shqiptar, por incenerimit. Fondet që duhet mbështesnin fermerët, investimet dhe zhvillimi rural u kanalizuan në fondet të rindërtimit, që sot ka shkuar me një kosto prej 1.3 miliard eurosh e nuk po përfundon akoma 6 vite mbasi tërmeti ka ndodhur në Shqipëri. Sot bujqësia është duke u fundosur me një rënje ekonomike minus 1%, dhe ky është rezultati politikave cinike që ndëshkojnë punën e shpërblejmë abuzimin. Ndërkohë që ekonomia e prodhimit, sidomos ajo e bazuar mbi fasonët, ka hyrë në fazën e saj më kritike. Humbjet janë të pandalshme për shkak të një rënje të pakuptim të euros e një qeverie që i orienton miliardat e projekteve të partneritetit publik-privat te koncesionet klienteliste, tek rrugët e Florinta, duke lënë 170.000 familje të sektorit fason në derë të papunësisë. Dhe këtë e bëjnë një kohë kur çmimet janë rritur, kur taksat janë rritur, të ardhurat për frymë mbeten më të ulta në rajon. Kjo nuk është neglizhencë, kjo është braktisje e qëllimshme. Ne kemi përpara sot fatkeqësisht një sistem që ka kapur tregun, ka shkatruar meritokracinë, ka rrëzuar konkurrencën, ka ngritur monopole me ligjet miratuara nga ky parlament, një ekonomi që nuk ecën sipas rregullave të tregut e rregullave të kapitalizmit, por sipas kodeve të patronazhit politik. E kjo u vure më mirë te të gjitha tenderat e dhëna nga ish zëvendës kryeministrja, që sot
duhet ishte në fakt e dorëhequr për t'i hapur rrugë drejtësisë. Shikoni lejet e ndërtimit, shikoni buxhetin e koncesioneve, kontratat e PPP-ve, që ndahen në tryezat mbyllura e fituesit përcaktohen me mesazhe. Ky nuk është modeli ekonomik i një vendi që aspiron Europën. Është modeli një ekonomie klienteliste që kërkon të mbajë në kontroll çdo gjë, përveç të ardhmes qytetarëve, ndarjen e fondeve publike, po njëkohësisht edhe strukturën e ekonomisë. Prandaj Shqipëria e vitit 2030, që socialistët sot reklamojnë si destinacion europian, në fakt është një vend pa kapitalizëm, i koncesionuar deri në palc, i korruptuar deri në esencë, i pandershëm me shumicën e qytetarëve, ku torta e madhe e pushtetit ndahet çdo vit me copa për një grusht njerëzish. Kjo nuk është strategji zhvillimi. Nuk është as mekanizëm i një demokracie hibride që kontrollon të ardhurat, taksat dhe të ardhmen për të siguruar pushtetin. Kjo është më shumë. Në thelbin e saj kjo qeveri nuk beson as tek puna, as tek shtresa mesme. Nuk beson as tek sipërmarrja, as tek shqiptari që jeton nga djersa e nga puna e ditës. Kjo qeveri ka frikë prej njerëzve të punës, ka frikë nga pavarësia ekonomike, nga qytetari që kërkon që të ndërtojë një të ardhme të tyre larg varësisë buxhetit politizuar, ka frikë nga njeriu që kërkon të ngrejë zërin, që kërkon të protestojë, që kërkon dinjitet. Prandaj ka ngritur një ekonomi që u merr shqiptarëve çdo ditë më shumë. Sot edhe shifrat makroekonomike tregojnë të njëjtën histori të dhimbshme. Ekonomia shqiptare, megjithëse zyrtarisht raporton një rritje prej 4%, në realitet mbahet gjallë artificialisht. Nuk është prodhimi që e gjeneron këtë rritje. Ekonomia shqiptare nuk prodhon më, e ka humbur produktivitetin. Nuk janë industrit, nuk është eksporti, nuk është ndërtimi, nuk janë investimet e huaja. Investitori më i madh, shpenzuesi më i madh është shteti. Për herë të parë në historinë e post-tranzicionit, shteti është kontribuesi më i madh i rritjes. Ashtu si në ditët e ekonomisë komuniste e socialiste, ku rritja mbahej nga shpenzimet e shtetit e jo nga puna reale. Taksat neto kanë dhënë kontributin më të madh në rritjen ekonomike, 1.97%, si rezultati të çmimeve të larta, si rezultati konsumit të brendshëm të fryrë nga projektet e qeverisë, ku pjesa më e madhe e tyre janë korruptive, jo si rezultati prodhimit shtuar, jo si rezultati biznesit, jo si rezultati ekonomisë, jo si rezultati investimeve të huaja. Rritja e pagave në administratën publike ka shërbyer për të arritur artificialisht kërkesën, ndërkohë që sipërmarrja private ka dhënë vetëm gjysmën e kësaj rritje, nivelin më të ulët historik nga viti 1996. Nëse heqim shtetin nga ekuacioni, rritja reale është më pak se 2%, 1.97%, më e ulta prej vitit 2013. Sektorët që deri dje kanë mbajtur në këmbë shtetin, duke nisur nga turizmi, energjia, po edhe le të themi ndërtimi, me gjithë pastrimin e parave që ka ndodhur masivisht në këtë sektor, në vitin 2024 kanë dhënë ndikim minimal. Ndërtimi, që gjithë deklaronin e mburëshin si motor të ekonomisë shqiptare me lejet e betonit, ka rënë në 30%. Kontributi në 2023 ishte pothuajse 30, ndërkohë që sot është 13%. Apartamentet në Tiranë kanë shkuar në 2.000 euro metri katror, duke e bërë jetën e çdo familje shqiptare të pamundur. E gjithçka ndodh në një ekonomi ku pagat rriten vetëm me vendim qeverie.